puth balkonin? Urdhro. Vetëm ballin më jep. Do të pritej që Laerti të bëhej një lojtar me Bonën për të shprehur tonë ndjenjat apo të luan çik të gjën, e kupton? Se kur të bësh syt kështu ti, kur të afrohet Bona dhe thuash Pse si ja the ti dje? ja thash. Bona luan, Laerti nuk e do Bona. Nëse do kishte respekt, nuk do fliste pas krave të mi. Po e futin ballën dhe Bona, Laerti të marri valiçën dhe dali, s'ka ç'bën më këtu. Tu për shpinë të parë janë 4-5 veta që do thyejnë brinjët e tyre. Rozana e ka bërë këtë gjë. Ka hyrë në fillim për të kontrolluar marrëdhënien e lidhjes me Aldon, ka hyrë tek Gjesti dhe Egli. Po unë nuk jam Aldo as Gjesti, unë jam Laerti. Po vazhdoj të futet prapë, do më detyroj pastaj do ngret tonet, se kanë thënë disa herë i larg sa gjë. A do të mos flas fare? Të thoj valla, problemi qëndron që jam me shtëpi që duhet me diskutu, se po t'isha jashtë. Jashtë u zguxoj. Po mua më ke dëgjuar ndonjëherë të flas për marrëdhënien e Rozanës? Jo. Pse? Më the mos ndërhyj në marrëdhënien time. Me Gjestin e kam xhan, shi sa i mirë që është, okay, është i mirë për ty, jo për mua. Ta lezosh. Me Valbonën çka? Që i thua tallet Laerti me ty. Unë e kam xhan, ndjej. Pra ti më thua që ndjen për Bonën. Unë ndjej thjesht për Bonën. Unë kam filluar të vjen në siklet për Bonën. Unë them ju vat var. Para se më kon dy në ne, jam kon pak më aftoft, më sene, më si të ndomsi. Si un bon dy në ne u bashku. Unë e njëri që dënë ndryshë Valbon. Na e dim, krejt, nuk mu shpelaj pa për shof me të çdo minutë. Çdo minutë, jo, po. Po, çdo minutë, valla. Çdo minutë la kishe me me të me ndonë ku se e dënë, valla. Dy të ranca janë, dy të fake, për e konve dejtë koka. Ma shumë luju e putha me rëzonën, që sa ju dhe. O shoh që e kam rëzonën. Gusë po shosen, unë kështë dy njerëz që vishpolin. Kur gjë tjetër. Jam bjerë jo mirë kur shohin gjithë banorët më vinë dhe më thonë që Laerti tallet me ty, nuk ka ndjenja për ty. Po luan mbi kulizin tim. Sepse jeti ajo që do të më drejtoj jo e zhyrës. Laerti asgjë s'ka pas me Laerti është zagari i rozit. Ti ke kam vërtet, jo se nuk më bëj shaka. Valbona Sihalska Valbona është nën presion. Janë bler 7 veta në vesh dhe i thonë. Dhe Valbona shpërthen në të qartë. Tash ja po duheni as po duheni. Ku ti thosh një te dua. Për interesat e mia. Tjera shajë ato bro. Jo, do ishte të merr, se dunin mua për Gjysmat ja marrë vesh, gjysmat si marrë vesh. Kur ai çoj një vajzë në krizë nervore, e du se du, më shplan, lan. Po njena mirë i zhduku. Po je fake o bo. Ajo që thotë Jo ja kum kërku me më puth, se ma ka kërku për se na puth, e për çka bro? E për çka se ne puth? jeni dy kalamaj që keni ardhur këtu, jo kalamaj jeni. Kryeministri i Greqisë. E dinë valla, që pa një tjetër s'kan jetë këtu. Ana është apo të mërit një ditë para finales, puthje. zemër ti s'më thua as i di. Po pse zemës nuk gelem shtatzan. Po për qafove nuk gelem shtatzan. Po jo me Jozin e përqafuar. E dua Valbonën tregoje. Të mbarosh përqafimin me Jozin do ta tregoj. Tregoje po me Mbaro instime. përqafimin. Unë nuk është se ndjej 100% atë çka Laerti shpreh me fjalë. Më respekto. Të kam respektuar sepse të kam falur për fjalët e fundit që më ke Nuk thënë. kam falur ty si e pisfillosur këtu dhe ke shkuar në takim, ke shprehur për çim për një vajzë. Shumë mirë kam bërë. Pse erdha Nuk atëherë flisni. Do doja të shikoja akoma më shumë ndjenjat e Laertit në drejtimin tim. Nuk do bëj puthje me Valbonin. Vjen natyrshëm, po hajde puthemi se duan këta, nuk do ndodhi. Nëse vjen natyrshëm, mirë se vi. Më do ti mua. Shumë. Atëherë ma trego. Po lë të puth pra. Do të puth kur të dua unë. Do të puth kur të dua unë ty. thuaj mua sa tregoj. U mërzita pak, sepse nuk doja kurse si puthja ime me Laertin të vinte në këtë mënyrë. Po jo. Se me të puthur është. Me të puthur është. Mua të puthësh, më lë. Më lë të puth, se unë kokën, më lë.